njeriu ka nevojë për sinqeritet, ashtu sikur se e tham në çdo lloj momenti. Njeriu mundet të shkëputet nga vepra. Në jetën tonë të përditshme, po të marrim shembull namazin. Nuk jemi gjithmonë në namaz. Jemi në kohë të caktuara, kohët kur i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, që do të thotë një pjesë të jetës ne e kalojmë në namaz. Mirë, po sinqeriteti nuk largohet kurrë nga zemra e njeriu. Pra sinqeriteti është i lidhur aq shumë në zemrën e njeriu, saqë në një moment të vetëm nuk mundet që të largohet. Dhe kur ne e kemi këtë sinqeritet të tillë dhe e kemi të pranishëm në zemrën tonë gjithmonë, ai neve na shtyn që ne të mendojmë për veprat, që të kryejmë vepra të mira. Dhe gjatë mendimit ton, disa vepra mund të kemi të pamundura dhe disa vepra mund të kemi të mundura. Ato të cilat i kemi të pamundura, Zoti i gjithësisë nuk i na i çon dëm, sepse ne kemi pas në zemrën tonë niyetin dhe sinqeritetin që ne ta kryejmë atë për hatrin e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa atë të cilën ne e kryejmë, i madhi Zot, ashtu siç na lajmëron pejgamberi alayhis salatu wasalam, thot nga 10 deri në 700 fish. Pse? Nëse dën 10-ën ose dën 700-ën, duhet t'i kthesh zemrës. Sa e sinqert është vepra. Dhe sipas kësaj merret edhe shpërblimi tek Allahu subhanahu wa taala.